Prej pavarësisë deri me tani, nuk po muj me thonë që është bën ndonjë ndryshim. Mu po ma mërmenja kështu. Do të thotë veç edhe ma keq kam pa, nuk kam pa kur gjatë diçka ma mirë. Është papunësi shumë e madhe, shumë, të thëmë kështu nuk ekziston ku në botë ma papunësi se në Kosovë. Dhe kështu që ka shumë gjona që s'jon të rregullume kanë thonë, po premtimet që i kanë thonë nuk i kanë bajt asnjë deri me tashti. Ndoshta tashet e mas, ndoshta do të bëhet diçka, por prap nuk mendoj. Po ka dallime përsmiri, thotë rregull. Po di që me thonë, veç ka dallime. Shteti i ri informim me si, për ushtëria, po presë më informuar dhe ushtëria, që ka rregull. Komuna e Prishtinës këtë vit ka vendosur që shënimin e 9 vjetor të pavarësisë ta shtrinë në 2 ditë, përkatësisht në aktivitete të cilat organizohen me datën 16 shkurt dhe 17 shkurt. Aktivitetet do të kulmojnë në 17 shkurt në hapësirat me të cilat ne menaxhojmë, për shkak se është muaj i shkurt dhe moti është i paparashikueshëm, ke vendosur që gjitha këto aktivitete me i mbajt në hapësira të mbyllura, përkatësisht në Teatrin Dodona, në Bibliotekën Hevzi Sulejmani, si dhe në hapësira tjera me të cilat menaxhon Komuna e Prishtinës. Risi këtë vit është po ashtu që kemi filluar një praktikë të re të bashkëpunimit me partnerët tanë nga komuniteti kulturor dhe artistik, për shkak të rastit me i falenderu, edhe për gatishmërinë e tyre që agjendën për shënimin e 17 shkurtit ta pasurojnë bashkërisht me aktivitete që shënojnë këtë datë të rëndësishme. Një informat kështu e shkurt, në vetë brenda vitit afërsisht 300.000 euro ndohen për subvencione që i kryekput alokohen si mjete ndohen për komunitetin kulturor që operon brenda Prishtinës. Ekskluzivisht për festën e pavarësisë nuk ka pas mjete të ndara, ekskluzivisht. Thash që ne synojmë ta largojmë këtë monopolin me organizu edhe me përgatit programe kulturore, sepse komuniteti kulturor është më i thirrur dhe më profesional këtë drejtim për me pasuru edhe me përgatu jetën kulturore në Prishtinë. Përndet dritë 9 vjetorit të pavarësisë Kosovës, shtëpia e vjetër ka organizuar një mbrëmje muzikore ku do të performojë live Fata Sandozi, çdo vit e festojnë në pavarësinë e Kosovës, ditën e pavarësisë Kosovës.